Ujësiellës kanalizime Vlorë ka nisur mëngjesin e kësaj të mërkure një aksion të përgjithshëm pastrimi në zonën e Pusit të Mezinit. Fokusi i aksionit të pastrimit të ujësiesit të Vlorës ka qenë kanali kullues anësor rrugës kryesore në bllokun e banimit 11 janari. Vlen këtu të theksojmë faktin që është një prej kanaleve kulluese të ujrave të bardha të shiut, ndër më të rëndësishmi në zonë. Aksioni i pastrimit i kësaj të mërkure ka qenë i përshëndruar në largimin e të gjitha mbeturinave dhe mbetjeve inerte që kishin përfunduar aty. Mbeturina dhe mbetje inerte të shumta, të cilat ishin kthyer në faktor kryesor të bllokimit të tij dhe më pas sigurisht përkthehen në bllokim të tij dhe më tepër problematika për zonën përreth. Por gjithashtu, në të gjithë gjatësinë e kanalit, ai vazhdon të ishte i pushtuar nga barishtet dhe shkuret, duke mos të dhënë përshtypjen e një kanali kullues. Ndaj edhe aksioni i kësaj të mërkure u përqendrua pikërisht në largimin e të gjitha papastërtive që kishin pushtuar zonën. Ky është një aksion faktikisht që nuk do të ndalet me kaq, pasi do të vazhdoj edhe në ditë të tjera në qytetin e Vlorës. Puna për pastrimin e kanaleve të ujrave të bardha të shiut në zonën e Pusit të Mezinit pritet të përfundojë brenda pak ditësh, teksa kjo punë e nisur aty do të vazhdojë me pastrimin e të tjera kanaleve kulluese, ku situata është problematike në të gjithë qytetin e Vlorës dhe jo vetëm.